Natyrisht ndihemi keq me rezultatin, sidomos sotëm, po unë vazhdoj të qëndroj ke ajo ideja që ka thënë trajneri dhe ju e dini të gjithë që jemi me shumë lojtarë të rinj, sidomos largimi Lushkjas dhe Ujkës, 2 super yje për kampionatin Abisnes Superiore, nuk është kollaj të zvendësohet, nuk është kollaj që të vi ideja atyre dhe siç ka thënë Tetova, besoj nga nëntori skuadra do marrë formën e dur, vend e dur. Si pikaverazh jemi më shumë se sa vitin e kaluar. Në këtë fazë, në këtë moment. Deri tani. Por kemi pësuar shumë gola, edhe pse jemi 7 mbas Partizani, ajo Dinamo 5, më duket 6 Elbasani, 7 ne, por që me të vërtet nuk është se jemi na dhëmbë humbja, po si jemi të rënditur fare, jemi gjëra që ndodhin, mbas kartonit të kuq nuk flitesh më për futboll, e dominuam deri atë minutë, hajde të themi dhe më vonë. Me karton të kuq, Egnadia. Jo, kemi marrë shumë kartona të kuq dhe jashtë masë kartona të vetë. Edhe ju vllaznis apo jo? Diçka duhet pa dhe pjesa e disiplinës. Pjesë e disiplinës apo ndonjëherë ti edhe ana psikologjike ngërç që ngarkesa shumë, po them që një pjesë të kuqeve janë të dyshimta, janë pak kështu, por Elbasani nuk vodhi asgjë. Si ishte takimi? Ishte nga Elbasani vjen apo jo? Shumë, po natyrisht. Ishte ndeshje e bukur. Ne besoj edhe Erioni që ka qenë stadium, po edhe sa Llaçi pastaj është pjesë dhe unë guxoj të flas shumë për anën teknike. Po ne pjesën e parë dominuam, qarkullimin e topit e dominuam, kryuam raste më shumë, nuk është se Elbasani bëri një çuditë madhe, po bëri atë që duhesh në momentin e dur, në vendin e dur, në kohën e dur. Pastaj e pat vetë.